Sot në Naviguesin Demokratik do ta kemi musafir Lori Kidrizin, drejtor programi në Institutin Birc. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të marr pjesë te ky emision. Ne si temë, si që shef edhe vetë, emri i projektit ton është Naviguesi Demokratik. Do të flasim, do të thotë për demokracinë. Sipas asaj që ne deri tani e kemi pa nga puna jote, nga interesimi yt dhe angazhimi yt në projektet që i keni në Institutin Birc, merreni pikërisht me këto temat edhe me pika dhe me çështje me të cilat merremi edhe ne, mirë po diku edhe ndërlidhen mes vete. Sipas juve, sipas jush, si i vlerësoni narrativat që vijnë nga jashtë, narrativat shqetësuese dhe të dëmshme, të dezinformatave dhe të propagandës tani në kohë të fundit të ruse në vendin tonë? Në fakt ato janë shumë shqetësuese dhe përbën një rrezik për esencët e demokracisë në Maqedoninë e Veriut. Dihet, domethënë, jo vetëm ruse, por edhe ndikimet iraniane dhe kineze njihen ndryshe me konceptin e ndikimeve malinj, sepse përcaktimi gjeostrategjik i shtetit tonë, Maqedonisë Veriut, është integrimi i plot euroatlantik. Gjysma e punës u bë me NATO, ndërsa gjysma e punës vazhdon. Edhe në pikën kritike kur ishte Maqedonia para integrimit NATO, këto lloj ndikimesh ishin shumë të zënshme dhe shumë destruktive. Ndonjëherë janë edhe të fshehura në narrativa të fshehura, por ndonjëherë shpërfaqen edhe kështu me zë edhe figurë. Këto e kanë, domethënë, efekti final i këtyre narrative është të pengoj vendin në një integrim të plot në Bashkimin Evropian. Shpeshherë këto narrativat krijojnë edhe euroskepticizëm, duke i shpërfaqur Evropën si një aleancë demonizuese dhe me tipare tjera që domethënë që tentojnë të krijojnë një imazh demonizues për Evropën dhe me këto narracione ato arrin të demonizojnë të një masë e caktuar dimenzionin evropian dhe kështu pengojnë këtë rrugtim sublim të Maqedonisë Veriut, integrimin e plot në BE. Ne kemi pasur disa projekte lidhur me këto çështje, një projekt i fundit rajonal i cili ka qenë i realizuar nga Instituti Birc bashkë me një organizat nga Mali i Zi në Vogllaz dhe një CFID nga Kosova. Kemi pasur projektin kyçja e të rinjve për europianizimin e Ballkanit. Shpeshherë këto narracione tentojnë të paraqesin Europën si abstraksion, si diçka që është shumë e vështirë, burokratike për të realizuar dhe gjatë projektit kemi arritur të demistifikojmë dimenzionin se Europa, sidomos për trit, është edhe benefiti përditshëm. Për shembull, shumë të ri kanë dalë kanë folë se Europa për to nënkupton më shumë fusha basketbolli, më shumë arsim më cilësor, qasje dhe shëndetësi më efikase, eficiente. Do me thënë, ka pasur ky lloj narracioni nuk është ndonjëherë vetë demonizues, po tenton të krijojë abstraksion dhe simulim për punën e Evropës, duke i zhvendosur nga përfitimet e përditshme. Dhe mendoj se tash duke isha dashur të ndërlidhem edhe me projektin tjetër që kemi pasur bashkë me Eurothinkun dhe Alden, ka qenë projekt europian 3 vjeçar, mendoj se e kemi realizuar me sukses, ka qenë mediat për BE-n. Do me thonë, ndonjëherë nuk mjafton vetë fact-checking për të treguar se është, do me thonë, për të treguar se këto media jo profesionale shfrytëzohen për të pasur ndikim nga vendet destruktive. Jo, mendoj ndikime destruktive nga vendet që i përmenda, por është mirë të krijohet kundër narracion, të jetë narracioni konstruktiv më i zëshëm dhe për atë qëllim kemi mbajtur disa trajnime për mediumet lokale se si ata gazetar lokal të dinë
të demistifikojnë këto kapituj, këto çështje evropiane. Do me thonë, të zamë në rajonin e Pollogut, gazetarët kemi mbajtur trajnim se si të demistifikojmë, si duhet të jetë dhe si duhet të raportojnë dhe si duhet të jetë mali sharë, për shembull në paradigmat evropiane. Dhe mediat mund të shpërfaqin këto procese duke u dhënë një dimension më të përditshëm, jo duke u majtur në abstraksione dhe simulime. Do të të ndërpresi pikërisht e media desha tash të dalë, pasi që e fillove vetë, mbas punës tuaj, sipas vlerësimeve tuaja, sa mediat në Maqedoninë e Veriut ndikojnë, por edhe kontribuojnë në këto narrativa. Ka media, si që dim, media me parashenjë shqiptare, do të thotë në gjuhën shqiptare, shqipe, media në gjuhën maqedonase dhe media ndoshta edhe në gjuhë tjera. A e shifni edhe këtu ndasinë ose bashkimin e atyve narrativave? Cilat media më shumë i kanë narrativat destruktive ose narrativat pro-ruse, pro-kineze, ose kundër bashkimit evropian? Unë mendoj se ndarja nuk është gjuhësore, por është ndarja profesionale. Do me thënë, ato mediat që janë jo profesionale flasin edhe shqip edhe maqedonisht. Njëjtë si që ka media profesionale që i flasin dy gjuhë. Kjo më shumë është etik, profesionalizmi dhe vlerë, do me thonë, dhe mediat të cilat nëpërmjet gazetarisë profesionale i kanë të përmbretësuara vlerat europiane. Zakonisht në kohë fushatash, desha të lidhem edhe temën e magjistraturës e kam pat ndikimi i rrjeteve sociale në fushatat zgjedhore. Shpesh herë ka media të cilat nuk kanë fare impresum, nuk janë të regjistruara, nuk kanë një kohë zgjatë, një timeline që kanë funksionuar. Ato shfaqen vetëm para zgjedhjeve dhe krijojnë narracione. Për shembull, tek analiza që e kam bërë në punimin master, kryesisht me të dhënat nga OSBE-ja, disa portale, disa media të cilat nuk janë profesionale, nuk kanë integritet, më shumë kanë tentuar të denigrojnë kundërshtarin se sa të afirmojnë programin e një partije të cilat kanë dash për krahin. Do me thënë, kjo ka shumë lidhshmëri, pjesa e zgjedhjeve, fushatave elektorale me ndikimet të cilët vinë nga ja. Shpesh herë pa vetëdijshëm, shumë media, edhe disa portale të cilat në një kohë caktuar bëjnë propagandë, bien pre e këtyre ndikimeve. Do të thonë ato nuk janë të vetëdijshëm për shkak të jo profesionalizmit dhe mungesës së integritetit, ato çojnë agenda të destruktive dhe krijojnë fshehurazi narracione anti-BE dhe anti-NATO. Tash ku vjen fjala te profesionalizmi. Po fakt është që portale të ndryshme dalin sikur kërpudhat para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve për nevoja partijake, për nevoja interesat të ndryshme. Mirë po, ne në vendin ton kemi, në Maqedoninë e Veriut, kemi edhe media profesionale, do të mos themi media të larta kombëtare, në nivel kombëtar, do të në nivel shtetëror, të cilat miren me narrativa të dëmshme edhe për shtetin ton, edhe kundër BE-s, edhe se çka aty nuk mungon profesionalizmi, por si do ta kishit vlerësuar këtë? Do me thënë, më shumë e kam këtë pjesën kur mos profesionalizmi dhe jo integriteti i shpihet te kjo narrativ, pastaj sigurisht që ka edhe media, mendoj, ka edhe njerëz që janë profesional, por të cilët pastaj kanë bindje. Ato mund ta kenë edhe bindje personale. Do me thënë, kur është çështje bindje, aty pastaj ndryshon çështja e rregullimit. Ndryshe qasja. Te këto media të cilat mungon
profesionalizmi, shumë më lehtë mund t'i parandalosh dhe të krijosh një regulator. Do me thonë, thjesht duke i nxitur të jenë profesional, do t'i shmangim këto narracione. Por nëse dikush e ka bindje, do me thonë, e ka bindje, e ka substancë kulturore, aty pastaj ndryshon pikpamje. Të flasim pak për demokracinë. Do të thotë demokracinë tani ne nuk kemi nevojë ta shpjegojmë se çka është, se besoj se veç më moti kemi hyrë në atë sistemin demokratik, në pluralizëm, dhe të gjitha veprat tona që i bëjmë, ne i bëjmë nga pozita e demokracisë. Kur themi nga pozita e demokracisë, dua të them se ne nga ajo pozitë mund të zgjedhim, do të dalim në zgjedhje, vetë zgjedhim ata që do të na udhëheqin gjithmonë nga pozita e demokracisë. Sa ajo pozita e demokracisë keq përdoret pikërisht nga ata të përzgjedhurit ton. Desha të ndërlidhem pak edhe te rinia. Sa rinia sipas mendimit tënd, ose a e ke vërejtë, ose nëpërmjet punës, nëse ke mundur ta vresosh vetë si person i ri që je dhe që interesohesh pikërisht për këtë punë. Sa të rinjt në Maqedoninë e Veriut janë të manipuluar pikërisht nga pozita e demokracisë. Do të thotë, ti nga një pozitë demokratike i ke të drejtën tënde të votosh, të bësh këtë, të manifestosh demokracinë nëpërmjet votës. Mirë, po a keq përdor dikush atë pozitë të demokracisë? Desha të lidhem, do me thonë, ne mision të Institutit Birc e kemi që përmes gazetarisë profesionale dhe nxitjes së debatit të promovojmë demokracinë. Mendoj se gjithçka zanafilla apo esenca e demokracisë është debati i hapur. Sa i përket të rinjve, mendimi im është se mungon shumë informacioni rreth çështjeve politike. Për shembull, unë kam pasur në familje disa raste më parë, domethënë para 6-7 viteve, kur ishte çështja Biden-Trump, ato në mënyrë tash e kujtojmë, vjen për të qeshur, më pyetën, dude, you will vote for Trump or Biden? Mendoj se të rinjt jetojnë në një simulim politik. Do me thonë, hiperrealiteti dhe hiperkonsumi i informacionit nga rrjetet sociale e ka dëmtuar perceptimin real për politikën. Dhe për të luftuar këtë qasje, këtë zhvendosje, mendoj se duhet të punohet shumë nga arsimi fillor. Mendoj se kontekstet e reja kërkojnë zgjidhje të reja. Do me thonë, këto janë probleme të reja, hyperreality. Hyperrealiteti është një problem i ri që e kanë shkaktuar konsumi i tepër i rrjeteve sociale, dhe shumë të ri të gjeneratës Gen Z, ato më shumë më i përnjëment është realiteti virtual tek ata se sa realiteti real fizik. Dhe kjo mund luftohet vetë nëpërmjet një sistemi shumë cilësor arsimor. Para 2 vitesh kam qenë në një konferencë në Helsinki, dhe Finlanda është shembulli model se si arsimi cilësor i lufton të gjithë të zhvendosjet e dinamikave të fundit, të inteligjencës artificiale, të konsumit madh digital. Do me thonë, pse fëmijët tonë, mendoj fëmijët e Maqedonisë Veriut, mos kenë lëndë të reja që i përshtaten këtij konteksti digital. Pse mos kenë, për shembull, lëndë media literacy, që nga klasa e parë, shkrim, lexim, mediatik. Pse mos kenë political literacy? Për shembull, unë kur kam qenë në mosh shumë të vogël, klase 4, klase 5, unë i kam ditë, se ajo koha ka qenë pak më konvencionale, ke qenë i detyruar të ndjekish lajmet, por ai lloj detyrimi ta ka nxitë edhe një shqisë politike, të cilët, për shembull, unë nga moshe shumë e hershme, jo vetëm unë, por edhe bashkëmëshërtarët e mi, e kanë ditë se parlamenti jonë ka 120 deputet, shumica e plot, tash mungojnë sepse të rinë Mendon ose sipas hulumtimeve,
faktikisht analfabetizëm mediatik të rinj të ekziston të neve. Jo vetëm mediatik, po edhe politik, edhe digital, edhe ekonomik. Unë në një podcast kur e kam bërë një hulumtim të testeve PISA, do me thonë e kam pa se Maqedonia është shumë më poshtë se vendet të cilat janë shumë më keq ekonomikisht. Do me thonë nuk është alibia vetëm, nëse dëgjon mos i dhëmës prind, alibia vetëm është dimensioni financiar. Po për të nxitur një mendim kritik nuk duhet një laborator kimik, duhet thjesht një qasje e duhur nxitse për nxënësit, si dhe rishikimi i programeve dhe kurikuleve arsimore. Unë jam i thtarë që fëmijët nga mosha e hershme të kenë lënë si shkrim lexim mediatik, shkrim lexim politik, në kuptimin që ta ketë kuptimin esencial për esencat e demokracisë, shkrim lexim digital, do me thënë se në këtë botë që është shumë e vështirë, siguria digitale, ti kenë ato mësimet bazik, biles edhe shkrim lexim ekonomik, economic literacy, se për shembull në këtë botë shumë të vrasht financiare, fëmijët kujtojnë se gjithçka është e mundshme dhe e qasshme dhe janë pre e modeleve të gabuara shoqërore që duhen të pasurohen për një kohë të shkurt. Kur do kenë një qasje, kur ta kuptojnë se një iPhone kushton sa 2 rroga mesatare apo 3 mesatare të prindve të vet, se ato numrat i kanë ala nivele simulimi, kur ta kuptojnë rëndësinë e qasjes së vlerës, në value for the money që e përdorin në slang në anglisht, ndryshe do jenë edhe kërkesat, ndryshe do jenë edhe presionet shoqërore, ndryshe do jenë edhe obsesionet për të bërë të famshëm, modelet shoqërore, do me thonë, këto janë shumë ndërvarta, vetëm me arsim cilësor mund të kemi një paqe në aspekt të këtyre ndikimeve agresive, sipas mendimit tim. Po, këto ishin faktikisht edhe rekomandimet e tua për rinin, ose aty desha të kaloj, po veç edhe një rekomandim të fundit do ta kisha kërkuar nga ti, çka mund më të vjetrit, ose më të moshuarit, ose se nuk do të thotë se je më i vjetër edhe din më shumë, mirë po më të moshuarit kanë më shumë eksperiencë. Si mundet ata me më shumë eksperiencë të ndikojnë tek rinia pikërisht për këto çështjet që i folëm deri tani, mirë po edhe për çështje edhe tjera edhe më bazike që janë sikur që është e drejta e votës, e drejta të gjitha të drejta që i kemi neve nga aspekti demokratik, do të thotë sa janë të informum të rinjtë për të drejtat e tyre demokratike këtu. Sa munden njerëzit më me eksperiencë, më të moshuarit të ndihmojnë, ose si mendon, ndoshta të rinjt do t'ju tregojnë më mirë më të moshuarve, sepse veç më janë gjenerata tjera që kanë lindur në demokraci. Ne kemi lindur në një sistem tjetër, pande kemi pasur tranzicion në demokraci dhe pak më rënd kemi pasur disa e kanë edhe akoma e kanë rënd të mësohen në rrethana të reja demokratike. Mirë po, gjeneratat e reja kanë lindur në demokraci, sikur e marrin ashtu thjesht, sikur apo nuk janë din bazat, for granted, shqip nuk kanë ndonjë të mirëqenie e marrin, po. Unë mendoj se gjeneratat, do me thonë, që duan të lënë një trashëgimi në kuptimin e demokracisë, duhet t'i nxjisi, duhet të kuptojnë se kjo gjeneratë e re është, si e përmendet edhe ju, nuk i din kontekstet e ish sistemit. Do me thonë, kjo gjeneratë është lindur në epokën e Facebookut, kur jetëzimi ka qenë normalitet. Nuk e din një periudhë kur, për shembull, edhe komunikimi me një shtet tjetër ka qenë shumë konvencional, shumë i rrallë, po duhet
demokracinë dhe dimensionin e politikës, për herë e kam përmend, ka një keqkuptim të madh të politikës në Ballkanin Perëndimor edhe në Maqedoni. Politika këtu është reduktuar vetëm në parti politike dhe pastaj të rinjt ngulfaten në kuptimin demokratik se mendojnë se duhet I takojnë o njërës parti o tjetrës, me do e mos, mendojnë se është algoritëm zgjedhja politike. Po nuk e kuptojnë se njeriu është qenje politike. Njeriu është qenje politike dhe kjo qenje politike manifestohet në shumë mënyra. Mund manifestohet ta krijosh një institut privat, për shembull. Mund ta manifestojsh përmes një mediumi, mund ta manifestojsh edhe përmes përditshmërisë, avokimit, aktivizmit të përditshëm. Të rinjve duhet të demistifikohet esenca politike, se politika nuk janë vetë partitë politike. Se të rinj kur ngulfaten në partitë politike dhe pastaj mendojnë se janë reduktuar mundësit, në këtë botë digitalizimi mundësit janë shumë të mëdha. Do me thënë, unë nuk jam pro që të rinjt largohen nga vendi, do me thënë kjo tash këto trendet e fundit të migrimit, po unë jam pro që të rinjt të shkojnë të komunikojnë me botën, të shkojnë në shumë vende, të marrin ekspertizën dhe eksperiencën më të mirë nga vendet modele dhe të bartin këto. Dhe të kthehen dhe të na japin impulse progresi dhe impulse zhvillimi. Se ne dihet se vendet e Evropës Perëndimore janë shumë më të zhvilluar edhe në aspektin infrastrukturor, të mirëqenies, por edhe në çështjet e demokracisë. Është shumë mirë që programet Erasmus, programet e shkëmbimeve tjera të shfrytëzohen maksimalisht, edhe me programe tjera master, me bursa, sepse sot mundësitë janë të mëdha, të shkohet, të mirret përvoja më e mirë për çështjet e mirëqenies, demokracisë, infrastrukturës dhe të sillet si impuls progresi dhe impuls zhvillimi, sepse duke u reduktuar politika vetëm në parti politike, do me thonë, në ato momente duket se shtekton zhgënjimi. Mund të ndryshosh një parti te partia tjetër për një zhgënjim, por hupën esenca e progresit shoqëror dhe zhvillimeve të qëndrueshme. Duhet të punohet, do me thonë, gjeneratat të cilat kanë më shumë përvojë, duhet të gjejnë një qasje më cool, dhe thojza, që të rinjve tua shpërfaqin këto esenca, se politika nuk është vetë parti politike dhe të nxisin vullnetin, se të rinj duket se kanë një le ta themi si një letargji shoqërore, sikur janë bërë mosbesues, jo për fajin e atyre, sepse dihet se mundësitë nuk kanë qenë të shumta, por mendoj se kjo luftohet vetëm me energji të madhe dhe me këtë lloj qasje. Mendoj se të rinjt dhe përfund, mendoj se të rinjt nëse I ka kapur letargji ose nëse duan të dalin jashtë nga vendi, gjë që e bëjnë, atëherë kur ju u jepet mundësia, se edhe nuk dilet edhe ashtu lehtë nga vendi, për ta sjellur këtu atë djenin që do ta marrin atje, do të thotë me parakush që do të shkojnë të mësojnë diçka dhe ta kthejnë, a nuk mendon se njerë më të moshuarit ose tash nëse shkojmë te partitë politike do gabojmë, mirë po ata e kanë punën e vet, ata e bëjnë, duhet të bëhet departizimi I institucioneve, faktikisht të rinjt nuk u besojnë institucioneve, unë ashtu e kuptoj. Prandaj edhe është shumë zor të kthehen ato, edhe nëse kthehen nuk kanë ku ta japin atë djenin e vet, derisa të nuk departizohen, jo nuk depolitizohen, do të thotë depolitizimi është tjetër send, derisa nuk departizohen institucionet, që të rinjt ta kenë vendin e tyre, dhe këtu shkurt kisha dashur një përfund një. Po, patjetër, institucionet duhet të departizohen, ajo është, do me thonë, ajo është një esencë, ajo minim, por të rinjt duhet të departizohen edhe në mënyrë të mendimit, se kur të rinjt do krijojnë një frym që partia nuk do jetë më, do me thënë, diçka vendi I mundësive, po do të shohin suksesin personal pa interakcion dhe interferim me partitë politike, atëherë partitë politike do jenë të detyruara të zhvendosen në koncepte
zhvillimore, të bëjnë departizimin e institucioneve, sepse të rinjt do imponohen me mënyra alternative dhe me ekspertiza tje. Ka shumë të rinj, për shembull këtu që punojnë me IT, dhe ato janë të pavarur partiakisht, mire tha, jo politikisht, se këtu i ngatrojmë konceptet, po në vend ato që të kërkojnë lëvizje. Për shembull, unë besoj se në Maqedoni duhet një disidencë urbane, kulturore, mëndzitëse. Ato pastaj, kur e sigurojnë në thojza mirëqenjen financiare nga një punë që nuk interferon me partitë politike, ato bëhen komplet indiferent. Përkundrazi, kur e sigurojsh një pavarësi financiare në kuptimin partijak, do me thonë që nuk interferon me ndonjë parti politik, atëherë duhet t'jesh më i zhurshëm, më aktiv dhe të kërkosh të gjithë këto të drejta minimale, esenciale që i ofron demokracia dhe institucione. Faleminderit shumë dhe deri në një intervistë të ardhshme në të cilën do të hapim edhe shumë tema tjera. Të faleminderit edhe një herë që ishe dhe besoj se me punën që e bën ti dhe organizata juaj si dhe organizata jonë pak do kontribuojmë në këto çështje. Një grimc të vogël të ndryshojmë kuptimin shoqëror, mendoj se ja kemi arrit qëllimit. Faleminderit shumë për mundësinë, ishte kënaqësi, shpresoj të shihemi në interviste dhe evente të radhës. Mirupafshim.